Pse Shtetet e Bashkuara po e kanë të vështirë të mbrojnë ngushticën e Hormuzit? Në shikim të parë, përgjigja duket e thjeshtë. Marina amerikane mban një nga flotat më të fuqishme në botë. Por gjeografia e kësaj rruge të ngushtë ujore e ndryshon ekuacionin. Ngushtica e Hormuzit është vetëm rreth 21 milje e gjerë në pikën e saj më të ngushtë, me vetëm 2 korsi detare, secila afërsisht 2 milje e gjerë. Megjithatë, gati 20% e furnizimit me naftë në botë lëviz nëpër këtë korridor çdo ditë. Kjo do të thotë që edhe ndërprerjet e vogla mund të kenë pasoja ekonomike globale. Irani ka kaluar dekada duke u përgatitur pikërisht për këtë skenar. Në vend që të mbështetej në anije të mëdha luftarake, ai ndërtoi një strategji rreth luftës asimetrike, anijeve të shpejta sulmuese, raketave bregdetare kundër anijeve, minave detare dhe droneve të armatosur. Vlerësimet e inteligjencës sugjerojnë se Irani zotron mijëra mina detare dhe 10 katëri raketash të lëvizshme të pozicionuara përgjatë vijës bregdetare dhe ishujve aty pranë. Gjatë periudhave të tensionit, forcat iraniane kanë kryer vazhdimisht ushtrime të shumta, duke lëshuar 10 anije të vogla njëkohësisht. Në të njëjtën kohë, sistemet e raketave me bazë në breg mund të synojnë anijet që lëvizin nëpër korsitë e ngushta detare. Për Shtetet e Bashkuara, sfida është shkalla dhe afërsia. Anijet luftarake mund të patrullojnë ngushticën, por ato nuk mund të jenë kudo në të njëjtën kohë. Pastrimi i minave, kapja e raketave dhe monitorimi i qindra anijeve të vogla në të njëjtën kohë është një detyrë komplekse, edhe për një marinë moderne, gjë që ngre një realitet strategjik. Në ngushticën e Hormuzit, kontrolli i ujit nuk është i njëjtë me kontrollin e kërcënimit, dhe kjo mund të formosojë fazën tjetër të çdo konflikti të ardhshëm në rajon.